Kosova synon të japi një kontribut aktiv të mbar botën për paqe duke marrë pjesë në bordin e paqes të krijuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Ky mekanizëm ndërkombëtar ka pasur qëllim për mbikëqyrjen e zgjedhjeve të konfliktit globale dhe rindërtimin e Gazës pas shkatrimeve të luftës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se përfshirja e vendit lidhet me rolin e Forcës së Sigurisë të Kosovës, FSK, me forcën ndërkombëtare stabilizuese, ku Kosova ka kontribuar më parë në operacione kërkim shpëtimi. Kurti sqaroi se Kosova është interesuar të marrë pjesë në organet vendimarrëse të bordit të paqes. Ai përmendi gjithashtu se vendi ka dhënë gjysmë milion euro për ndihmë humanitare në Gaza dhe se ky proces do të vazhdojë. Forcat ndërkombëtare stabilizuese, pjesë e planit 20 pikësh të Trumpit për paqen, pritet të sigurojë zbatimin e armëpushimit dhe mbikëqyrjen e marrëveshjes lokale për siguri në rajon. Bordi i paqes u themelua me 22 janar në Davos të Zvicrës në praninë të Donald Trump dhe Kosova u përfaqësua nga presidenti Vjosa Osmani. Ky mekanizëm do të mbikëqyrë lidershipin e rripit të Gazës dhe përpjekje për stabilitet dhe rindërtim duke përfshirë mbështetje financiare, koordinim ndërkombëtar dhe ekspertizë paqëruese.